Çka ka ndodhur me juve që keni apliku për miratimet paraproke gjatë vitit 2025, por duke filluar nga data 1 janar? A janë anulu apo çfarë ka ndodhur? Dëgjoni me vëmendje. Ju të cilët keni apliku nga data 1 janar, po supozojmë se në atë kohë pas hop sistemi dikon 7-8 janar, s'm kujtohet sakt, nuk janë anulu. Të gjithë ju firmat që e kanë marrë për juve një konfirmim që po lënda juaj na ka ardhur kërkesa juaj, ne do ta shqyrtojmë sa po të kemi mundësi, pasi që ka një numër shumë të madh të kërkesave. Por ku është rreziqi? Rreziqi është për të gjithë juve që keni apliku mas datës që ka njoftu Bundesagentur für Arbeit që është mbush numri për të Kosovës, pastaj për Shqipërisë, pastaj për të tjerët. Ato janë gjasat shumë lehtë që t'ju vjen anulim i lëndës dhe t'ju thonë që keni apliku pasi që është mbyll kontingjenti. Edhe duhet për patjetër të aplikoni nga sot që i bie data 5 janar 2026. Se me këshirë mënyrë reale ka fillu nga data 1 janar, po duke përdor logjikën, nga 1 janari ka pas festa, shtune, dille, kështu më thot thash, dhe nuk është mirë të aplikohet kur është ditë feste, nga sot, pse fillon zyrtarisht viti por edhe ju që keni apliku, pritne, në qoftë se ju vjen një konfirmim nga data 1, jeni në rregull. Por çka duhet ta keni parasysh, për shembull pse e bona njoftimin, çka ka ndryshuar? Ka ndryshuar pasi që në të kaluarën, për shembull ka shkruar për ata që janë të Bosnjës, shtetas e Bosnjës e marrin miratimin paraprak mrena ditës, për të Malit mrena ditës, për të Serbisë mrena 3 muajve, për të Shqipërisë 7 muaj dikon, për të Kosovës dikon rreth 11-12 muaj. Tashmon nuk po shkruan ashtu në faqen zyrtare të Bundesagentur für Arbeit. Tash po thotë që është mbyll kontingjenti për të gjithë, edhe nga sot prohopet për të gjithë. Kjo është ajo risia. Për atë arsye ju thash, ju të cilët dëshironi të vini të punoni, pa bë thirrje hajdeni, se s'pi thon kërkuj, e keni këtë mundësi, nga sot është hap. Edhe mund ta shfrytëzoni i thoni kompanive këto të cilat do t'ju marrin, do t'ju punësojnë, që ata të aplikojnë për një miratim paraprak, ju ta merrni ato dhe shkoni e merrni vizën shumë lehtë dhe thjesht. Unë besoj që jesha shumë i qartë tash, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni edhe të abonohuni të gjithë ju që shikoni këtë video, se s'ju kushton kurrë gjë. Me respekt, Muhamet Bajrami Mehmeti, kaloni sa më mirë.